një kohë që kishte një bllokim inteligjent që bëri Ramush Haradinaj duke vendosur taksën. Po të kishim pas një Albin që vendosë taksën, nuk do krijonte teorinë europiane të rreme, sikur në Kosovë ka një problem shqiptar, në Kosovë ka një problem serb, një problem shqiptar. Kështu ka qenë derisa erdhi Albini. Problemi në 2022-shin u ndryshua. Kemi filluar të kemi një problem shqiptar, nuk ka pas një problem shqiptar Kosova që nga 1990. Po problem ka qenë Serbia. Ka qenë vetëm Serbia. U shpik Kosova me media, me shoqata, me gjëra dhe mbi Albinin që ushqente këtë Vučiće dhe mund ta them me plot gojen. Plot njerëz ka filluar të kuptojnë që si Vučić, si Albini mbajnë në pushtet njëri tjetrin. Të dy prodhojnë narrativën nacionaliste në thonjza, ku ndërkohë të dy luajnë duke mbajtur gjallë njëri tjetrin se kanë nevojë për një tjetrin. Kur ri njëri do rritet tjetri. Po të bi Vučići bi dhe Albini. Vjen akuzat rona, ke frikë, mi thon këto akuza ndaj kryeministrit që i ka fituar 51% të votave. Unë nuk kam frikë me akuzu Shqipërinë që po bëhet Izraeli i ri, kem frikë unë një cop Albin. Po çfarë thua burri dhe? Unë s'kam frikë Izraelit. Për guximin. Po, intervistën, e kemi posë një intervistë jashtëzakonshme tek studio juve atë te PIS në Shqipëri me nëse s'ka po e ki diçka po të Altin, e ki diçka Dritan Gunxhaj? Jo, është një karma e Goxhajve, jam unë, Dritan Goxhaj dhe Baki Goxhaj. Po e komponi votë. Ai djali që bëri atë veprimin e vet që u bashkua me flotën e Gazës. Ne s'kemi asnjë lidhje fisnore me asnjëri me njëri tjetrin, po ne jemi bërë kështu si karma, ke parasysh kundër sionizmit në Shqipëri. Po dhe pushtimit të Shqipërisë. Po ky Dritan Gunxhaj ka thonë do deklarota ko gjë të guzimshme që u spajtuan për shembull. A mendoni që presidenti Rugova ka qenë dezertor? Unë besoj që Rugova ka një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë e Kosovës, por është plotësisht e vërtetë që në kohën e krizës madhe ai ishte një lloj dezertori. Në një kuptim është e rombe kjo Altin se është president historik. Dgjoj, për mua kontributi i Rugovës është jashtëzakonshëm. Po do të kujtoj Ismail Qemali për të shpjeguar Rugovën. Edhe Ismail Qemali ka drejtëhijet e veta. Ismail Qemali është njeriu më i rëndësishëm i shekullit 20 në Shqipëri, sepse ai flamur që vuri në atë çast, në atë moment i dha botës shenjë që ne këtu jemi shqiptar. Po dhe ai ka drejtëhijet e veta, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Për shembull, me Greqinë, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Po ASB historia, njollat e errta të Ismail Qemalit, madhështia e Ismail Qemalit, jo, e njëjta gjë për Rugovën. E vërtet, por madhështia e Rugovës është jashtëzakonshme. Po i ka përmend edhe njerëz, për shembull, kemi pas tani na shumë reagime që domethënë ka qenë një komandant që e ka vrarë shtarin. Besoj ke po këtu. Unë nuk i njoh personazhet, unë nuk kam njohuri. Po e ke po intervistën. Po, nuk kam njohuri, po unë një gjë kam mësuar në Shqipëri dhe këtë mund të bëhem garant me fytyrën time, me jetën time, me moralin dhe me nderin tim. Dritan Gunxhaj nuk është nga ata njerëz që gënjen, është nga njerëz më ndershëm që kam njohur në jetë. Domos nuk djali Delaria është problem, po. Është nga njerëz më ndershëm që kam njohur në jetë. Çka do të ndodh me dialogun Kosovë-Serbi sipas juve? Dialogun Kosovë-Serbi, po, a do të vazhdoja, çka do të ndodh? Që në vitin 2025 që erdhi administrata Trump ka ndryshuar historia e botës, pasi ka filluar një rend i ri të ndërtohet, i cili është shumë i rrezikshëm. Kosova i ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm vetes në këto 6 vjet, më falë, këto 2 vjet kur bota është në tsunam, varka jon ka nevojë që të drejtohet mirë, ai ka krijuar një krizë permanente, absurde në Kosovë dhe mbi të gjitha ka vrarë personazhe, në kuptimin politik të fjalës, ka vrarë personazhe që ishin shumë të shëndetshëm për si thosh një lloj koordinimi të kësaj varke, Vjosa Osmanin. Unë s'kam dashur Vjosa Osmanin. E kam akuzuar gjithmonë Vjosa Osmanin. Por Vjosa Osmani duhet ishte presidentja e Kosovës, s'duhet kishte krizë Kosova, sepse ishte i vetmi person i preferuar nga administrata. Dhe arsyeja pse Albin Kurti ka 22 vjet që bën të njëjtën gjë me Amerikën dhe rastin e Vjosës e bëri që Kosova të mos ketë një busull orientuese. Vjosa ishte një busull komunikimi ndërkombëtar në një tsunam botëror ku ka rëndësi shumë si lëviz varkën, se mund të mbytesh. Dhe në rastin konkret, mund ta them me plot gojën, Kosova është në një hall të madh, sepse ky tsunami i madh e ka lënë anijen e Kosovës patimonier. Jemi në rrëmuj totale. Albini nuk është një përfaqësues i cili mund ta mbajë një timon në kohë krize një vjeçare, që e ka krijuar ai, e mban ai këtë krizë, sepse kjo i duhet Serbisë, kjo i duhet armiqve të Kosovës, një krizë permanente që të jetë e paaft për të qenë në lojë. Kosova është jashtë loje sepse s'ka një qeverisje të njohur në nivelin e asaj që quhet lëvizje e çastit. Shqyr që ka interesa të mëdha që luan, siç është rasti i interesave ushtarake, që e mban Kosovën në kontroll, shqyr që ka një ndihmë ushtarake, në një kohë që Serbia është e gatshme për luftë. Po punon për luftë. A do bëj luftë? A Serbia vetë nuk e di. Aty do e di koha se do lëvizi. Askush nuk e njeh të ardhmen e sotme. Po zgjedhë si i parashën në Kosovë. Si fatkeqësi e madhe kombëtare në Kosovë,
unë do të kujtoja për zgjedhjet e tanishme në Kosovë, një histori që ka ndodhur në Kosovë në 1911, kur serbët sponsorizuan ardhin e sultanit në Prizren, e sollën me tren. Në atë kohë se nuk e din shqiptarët e Kosovës që ka pas linje kurudhore në atë kohë, në Kosovë, Stamboll, nuk e din, po ja kujtoj unë që edhe unë se kam pas ditë dhe kam mësu, dhe zbriti sultani, dhe kur zbriti sultani 100.000 shqiptar, përballë gjithë fotografëve ndërkombëtar, dhe midis kamerave, unë kam parë të filmuar këtë skenë midis kamerave të kohës, mendoj 111 me kamera, i kishin sjellë gjithë këta që të shifshin që në Prizren u ul popull, 100.000 njerëz u ulën tokë dhe u falen turqisht ke padishah. Në atë moment thanë, kufiri do të jetë Prizreni, nuk do të jetë më ai që kishin menduar ata, që do ishte gjithë Kosova pjesë bashkë me Shqipërinë. Ky ishte një mallkim që i bën vetes, kur sapo i kishin varur me mira shqiptarët të Kosovës kryendritje kundër perandorisë osmane, dhe ky mallkim do ta ndjekë Kosovën dhe në rastin e këtyre zgjedhjeve, ku ata do zgjedhin Albin Kurtin, do ja bëjnë vetes, por këtë do ta kuptojmë mas 10 vjetësh, kur të fillojë shpopullimi, të duket si në Shqipëri. E kam një musafir mbrapa skenës që është i shështori i Shtërisë Ligjore të Kosovës që nuk mendon siguri, a më lejon me ftu sonte? Më fal, unë mund të them vetëm një gjë si hyrje për pozicionin tim. Unë besoj shumë ke liria e shprehjes, po mendoj që liria e shprehjes është një fjalë rreme. Unë besoj ke liria e dëgjimit, jo e shprehjes. Për shembull, çdo thot, unë besoj që të gjithë ne kemi drejt të dëgjojmë gjitha alternativat. Unë do të dëgjoj dhe Hitlerin çfarë thot. Absolutisht. Por ama nuk ka të drejtë fjalë Hitleri, po ka mund drejt dëgjimi për të. Pra,